Nuk e shpallën për të shkuar në BE, por për të ndarë nga lindja, sepse qysh nga kohë e Skënderbeut shqiptari ka parë këtej nga perëndimi. Dhe në 11 maj fati e ka dashur që ta kemi në dorë, pikërisht sepse edhe BE-ja sot do që ne t'jemi pjesë e saj. Por ajo derë që është hapur, nuk është hapur të rri aty hapur për gjithmonë, sa të mbarojmë ne historitë tona me këneta, e me bufa, e me bubureca, e me bretkoca. Ajo derë është hapur duke na thënë, keni 2 vjet kohë për të mbaruar të gjithë detyrat dhe hajeni brenda. Kështu që demokratët i pyes, mor çfarë do fitoni ju? Më shumë për veten tuaj, për familjen tuaj, për Shqipërinë, se sa çfarë na jep të gjithëve si komb, jo sot, po sot e për gjithmonë hyrja në BE. Çfarë do fitoni ju duke shkuar mbas Berihajit të një bufi plak që do të rikthehet për 3. herë, se herën e parë e shkatroi fare Shqipërinë. Herën e dytë e futi në një grop borxhesh që me zihen zorën. Herën e tretë tani është në grop vetë dhe thot hajdeni me mua t'ju fus në gropën madhështore. Asgjë. Dhe çfarë doni më, u them të gjithë demokratëve, nuk ju mjafton ajo që ndodhi me primaret. Primaret, ku bufi i nxori të gjithë dhe ju tha, vota juaj është ligj për mua. Edhe ç'a ndodhi, kush doli i pari në primare, përfundoi thellë në barkun e bufit, u zhduk. I kullufitit gjithë. Asnjëri nuk la. A thua se u tha dilni t'ju shofi herë se kush nga ju ka vërtet vota që ta ha. Si mund të diskutohet më se cila është zgjedhja në 11 maj? Zgjedhja 11 maj është shumë e qartë. Shumë e qartë. Zgjedhja 11 maj është me flamurin ton kombëtar dhe me flamurin e BE-s, apo me leckën e kënetës. Kjo është zgjedhja. Dhe duke ju falenderuar jashtëzakonisht për mikpritjen, për mundimin për të ardhur këtu, për energjinë dhe për këtë emocion, unë ju them se në 11 maj do të kemi një festë të madhe për Shqipërinë europiane dhe në 11 maj së bashku ne do të marrim fitoren më shëmbullore, jo për vete, jo për mua, jo për ju, po për mbar popullin, kombin, vend